kur Harun Rashidi kishte ardhur në Mekë. Kishte takuar dietar të ndryshëm dhe përveç tjerash kishte kërkuar që të takohej edhe me Fudailin. Njëherë Fudaili kishte hezituar që të shkonte. Kishte menduar se ndoshta është më mirë që të qëndronte më larg. Por kur u përsërit kërkesa, dikush prej të afërmve i tha që ndoshta është më mirë që të shkosh sepse mbase Haruni po kërkon ndonjë këshill prej teje. Dhe kështu edhe ndodhi. Fudaili shkoi dhe Haruni kërkoi një këshill prej tij. Fudaili me pak fjalë ja dha një këshillë e cila e preku thellë në zemër Harunin. Tha, o prisi besimtarve, i shikon këta njerëz, këtë turmë të madhe të njerëzve, për secilin prej tyre veç e veç do t'japësh llogari për Allah të madhruar. Pra, ti e ke marrë këtë pozitë, ti e ke këtë pushtet, e ke këtë pasuri, i ke këto privilegje, por mos harro se krahas tyre e ke edhe përgjegjësinë për Allah, për secilin besimtar veç e veç. Prandaj kjo këshill e kishte prekur thellë në zemër Harunin, i cili kishte qarë aq shumë sa që kishin kërkuar suite e tij që Fudaili të largohej për shkak se kishin frikë shëndetin e Harunit, pra nga ndikimi i madh prej kësaj këshille. Fudaili, siç është vlerësuar nga dietarët me nam, për shembull nga Imam Dhahabiu, ka qenë dietar, ka qenë model, ka qenë Sheikhul Islam. Pra, ato epitetet më të larta që mund të jepen dikujt për dijen dhe për fetarinë e tij, i ka marrë Fudaili. Sufjan bin Uyeyne, që e ka njohur, ka thënë se Fudaili ka qenë një njeri i besueshëm. Ndërsa dikush që e ka njohur edhe më afër, edhe ndoshta më mirë se të tjerët, Abdullah bin Mubareku, ka thënë fjalë që Fudailin e ngritin në qiell. Ka thënë, për mua nuk ka njeri mbi faqen e dheut që sot është më i mirë se sa Fudail bin Iyadi.